Në mbrëma, ishe femrat sot që në pikë të mëgjesit majt takave, të trukuara mirë, sikur nuk po shkojnë në punë apo në shkollë, po sikur po shkojnë për të argëtuar. Madje edhe gratë mosh kujdesen për veten, që të jenë sa më të fresta dhe sa më të reja. Ka lezet vërtet. Jo si në atë kohë, para viteve 90, që gratë sa po kalonin moshën 30 vjeçare, ngjanin si 50 vjeçare. Këtu duat bëj një parantezë, sepse jo se nuk donin, po vërtet nuk ishin mundësi. Sistemi dhe shoqëria e asaj kohe i detyronin që as buzët mos t'i lynin me buzëkuq, dhe as vetullat mos t'i ishtin. Ngjanin femrat me vetullat trashat bashkuara, më të ngrysura se që ishin në të vërtet. Dhe çunat i ngacmonin me shprehje të tipit: "Na moj ti vetull kaleshe, kur kalove, pse s'më qeshe?" Ose të tipit: "Ec bedrana." E mban mend. Ose sim që e ke bomi kardinal fare. Kishte edhe shprehje të tipit: "Ec përpara të qafsha ballin, jam komshi me lushta pallin." Këto shprehje varionin nga lagja në lagje. Unë për shembull që kam pas shtëpinë përballë Polikumit afër Brakës dhe ishim pak të ndikuar nga Braka, përdornim shprehje të tipit: "Sa e mirë si mjemi, sa port si mke." Ose: "Ej, unë si që i kom guca që nuk e kthej kokën." Ose: "Ej, nok, uic, gup." Shprehje kot palidhje. Gjërat e trukut nuk ekzistonin fare. Tek tuk ekzistonte ndonjë laps i zi për syt dhe buzëkuqi që vinte e radhjam. Nga pamundësia, kreativiteti arrinte deri në pikën që lapsi i zi përdorej për të bërë një vizë mbrapa këmbës të gjatë që fermat ngjanin sikur kishin vesh çarape najlonin. Manikyri ishte një krijim më vete, sepse realizoi me parafin, dy luajnë që mund t'i gjejnë kombinat, dhe përdorej, për të ngrirë përdorej rrëshira e pishës, kurse copat e peçiklazit përdoreshin për të bërë ngjyrën. Furça bëhej me flok, në një kunjë shkrepse lidhe me perë. Dhe gocat shkunin flokët. Më kujtohet një komshia ime, ishte dalë me i pull të mëngjes. I them: "Çe ke atë pullmi?" Ta ema dëgja me boj i furqë ta për manikyrin për. Po me ta që ke bo pullmi, që bo? Ta pa e preva që e preva ta bona dhe për shoqet furqë ta. Rimeli nuk ekziston të fare në atë kohë. Përdor një femrat boj këpucësh. Më kujtohet një komshia ime, që po kthej nga xhiroja, e kishte zonë shiu, dhe jo vetëm që kishte dalë shkuma e sapunit se kishte përdor për të ngri flokët, po boja e këpucëve i zbriste në faqe, deri në qafë, dhe i krijonte ca vizat zeza të bardha, dhe një shoku im që i ngacmon dhe i thot: "Omi, e pas ke zhubros fare bluzën e Juventusit, e?" Depilimi nuk ekziston të fare si shprehje në atë kohë. Pas ngeleshin të pak kënaqura, femrat përdornin skoç, ka qenë një skoç kaf, që e venin te këmbat e të rishnin fort. Alternativa më e mirë mbetej brisku. Po prap, kjo ishte një kënaqësi shumë e vogël, sepse të nesme, po ta kaloje dorën, gjante si letrës merile. Këto gjëra dhe këto tortura i përdornin disa nga femrat që ishin paksa si moderne, se tjerat as e vrisnin mendjen fare, i lejnë ashtu komët me lesh. Dhe kur vishtin çarape najloni, disa nga qimet dorëzoheshin dhe ngjanin si makaronat e kullesa. Disa tjera ngjanin sikur kishim shtetur hundën e xham dhe shikonin, kurse ato që ishin më të shkaftat, sa kalonte çarapja sipër, rrinin pak, kalonte çarapja sipër dhe ngreheshin, pup, dhe të shponin çarapen. Shikonin dhe tjera që kishin dalë, bashkoheshin dhe këndonin "Libertà, quante cose". Kishte ardhur Romino me Albanën atë kohë. Çunat, për të ngushëllu nga femrat që të shkretat vërtet i kishin komët me lesh, thoshin: "O shqeflije, pra ne i ka komët me lesh." Kërkojnë ndjes që përdora fjalën të shkreta për femra, për vërtet ashtu ka qenë. Nuk ka femra të shëmtuara në botë, ka vetëm femra që nuk kanë mundësi të kujdesen për veten. Ju falenderoj.